Altin Dumani e ka lënë zyrtarisht stafetën e drejtimit të SPAK-ut kolegut të tij Klodian Braho në një ceremoni të zhvilluar shkurtimisht në ambientet e prokurorisë së posaçme. Në fjalën e tij të lamtum njerëz tashmë ish kreu i SPAK-ut e cilësoi drejtimin e institucionit si një privilegj të madh, por edhe si një detyrë të mbushur me sfida të vështira. Dumani u shpreh se gjatë mandatit të tij SPAK është përballur me vendime të rëndësishme, sfida institucionale dhe presione të forta, por se puna është udhëhequr gjithmonë nga integriteti dhe profesionalizmi. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kontare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Drejtuesi i ri i SPAK, Klodian Braho, foli shkurtimisht për prioritetet e tij duke theksuar se marrja e detyrës përfaqëson një angazhim të drejtë për respektimin e kushtetutës dhe mbrojtjen e pavarësisë së institucionit. Ai u shpreh se objektiv kryesor do të jetë forcimi i mëtejshëm i besimit të qytetarëve tek drejtësia. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Falë mbështetjes së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Dëshiroj të vlerësoj parashtrimin e detyrë zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillar të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Biroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke shënuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Në mbyllje, drejtuesi i prokurorisë së posaçme theksoi se do të vijojë forcimin e funksionimit të brendshëm të strukturës, duke nënvizuar se misioni i SPAK-ut shkon përtej mandateve individuale të prokurorëve dhe lidhet drejt për drejt me ndërtimin e një drejtësie të pavarur dhe të besueshme.